kthyer të gjitha kohërave, duke qenë se periudha deri në 44-ën disi më shumë është pranuar, periudha e luftës, por mohohet pothuajse e gjitha periudha tjetër, post 44-ës. Pse sipas jush? Tash në qoftë se flasim një për rishikimin e historisë, sigurisht historia nuk është një gjë që mbe, historiografia, domethënë mbetet të shkruar dhe një ajo gjithnjë plotësohet me dokumenta të reja, me fakte të reja, fillojnë domethënë në bazë të këtyre bën dhe interpretime të reja, prandaj domethënë historia mund të shkruhet, mund të shkruhet, por nuk ribëhet, unë këtë duhet, ka dallim këtu. Historia ajo që është bërë mirë, keq, nga ne, nga të tjerët, ose në të kaluarën, ajo që është bërë, domethënë nuk ribëhet historia. Domethënë prandaj, po që për shembull ne në kohën tonë kemi shkruar historinë në bazë të një metodologjisë tonë, për shembull që kemi vënë në dukje vetëm anët pozitive të ngjarjeve, të personazheve, të periudhave të ndryshme, kurse për shembull mund të rishkruhet në një kohë tjetër me një rrugë tjetër, metodologji tjetër, që bile janë shumë të diskutueshme dhe dalin kohë pas kohë këto, duke marrë çështjen në një interpretim në një kënd vështrimi tjetër. Dhe nga kjo pikpamje po. Kurse për sa i përket pse ç'është bërë edhe me historinë tonë, sa e drejtë, sa ashtu. Ne për veten tonë, për shembull, e pranojmë që neve nuk mund, ose të tjerët mund të quajnë gabim, por neve nuk kishim se si të vëmë në dukje, për shembull në kohën që neve ishim në luftë sipër, të vinim anët pozitive të Lev Nosit, se ka qenë folklorist, se ku diun se çfarë ka qenë, në një kohë që ishte regjent në bashkëpunim me pushtutet. Kjo gjë në faktën nuk duhet të na kërkohet neve, por edhe neve nuk mund të pranojmë që të arrihet gjëra aty, që pikërisht tashti, me ndryshimin e sistemeve, domethënë të mund të rishkruhet ose të ribëhet historia, ose të shkruhet në një mënyrë të tillë që ky të dekorohet domethënë në përgjithësi për meritat e tij, sikur domethënë dhe të pranohet që edhe mund të tradhtosh atë dheun, domethënë edhe të bashkëpunosh me një forcë të tillë të tegër që dogji Shqipërinë me fëmijë, kjo për neve është e papranueshme, domethënë prandaj nuk është në kjo pikpamje nuk jemi dakord, nuk jam dakord, domethënë. Po Enver Hoxha, ndjeni për shembull që është gjykuar këto vite siç ju gjykuat një pjesë të njerëzve? Qofse këtu ngrihen ca parime, pikërisht në lidhje me shkë, unë jam shumë dakord me persona që debatojnë edhe ka qenë dhe në emisionin tënd, që janë serioz dhe diskutojnë seriozisht për këtë. Por kur arrihet në absurditete të tilla, që nga një anë ngrihet një regjent, jo vetëm Lev Nosi, po edhe Mitrovica për shembull, ose Gjevdet ai kryeministi janë kosovarë këto, kanë qenë kryeministë. Po unë kam qenë këtu në Katër Shkurt, ata kanë drejtuar terrorin e Katër Shkurtit. Vrasjet, po, domethënë në bashkëpunim me gjermanët. Prandaj nuk kemi se si ato të ngrihen në këtë ashtu, edhe Enver Hoxha domethënë të mos jepet as në një datë për vjetor shlirimi, as në 100 vjetor, domethënë as statusi veteranit. Kjo nuk është demokratike. Duke e parë atë kohë, duke gjykuar ju, po jo bardhësi. Ju tani që kanë kaluar vite e gjykoni dhe ndryshe, i gjeni dhe gabime, i gjeni edhe suksese, po t'i vësh një peshore për të thënë tre këtej këto përmendit? Tash unë jam dakord se pesha është peshë dhe pastaj tjetër është se si lëvizin ato. Nuk vëllën tre këtej. Domethënë unë jam për atë, se këto tre këteja, domethënë janë bërë domethënë 300, edhe kjo është lënë si në arrest. Lidhur me sukseset mua më përket, domethënë se është djersha jo time personale, është tjetër, është një jetime, është jeta time aty brenda, domethënë, por e marr kështu në përgjithësi, duhet të theksoj roli e Enverit në lidhje me sukseset, domethënë se mirë gabimet, gjithnjë vetëm ato janë të ligat e gjithë botës, po jepi Cezari dhe atë që meriton, domethënë. Tashi, ai në pikpamje ekonominë e përditshme nuk e ndiqte. Po strategji domethënë e kishte ndonjë. Po strategji për gjërat më kryesore dhe planet
kanë qenë 5 vjeçare, po sidomos edhe 5 vjeçare për gjërat bujqësia, nafta, elektrifikimi. Si pararendëse, domethënë për ashtu. Këto i kishte Enveri në dorë, domethënë në këtë kuptim, me bujqësi një herë, në luftë edhe me Khrushchev e tjerë që buka. Se ishte një luftë konkretisht edhe kështu debat, se thuash, kemi të ardhur më shumë në buka apo në agrumet. Domethënë ose në vitin e fundit që u bën 90-a u bë me shërqi, e mbeti shërqit përse u Në program, pra. Kurse Enveri bukën e vinte krahas me fishekun. Buka është pavarësia, thoshte. Është jeta e popullit njerë, bukë, thot popullit tam, shkojmë, vim të ham bukë, vjen të hash bukë, dhe më të bukë. Edhe lufta dhe e siguruam, dhe më të këtë. Nafta për shumë ai nuk donte ta lajmëroje për shumë gjëra, aksidente, gjendjesh ditë për ditë, dhe më thënë, jo tha miqni këto që më duhen mua ta filloj me njëzë me këto. E filloj me letrat e popullit. Kurse për naftën dhe në gjumë natën mund të arsoje, për t'i thënë, leqe nuk e, kur digje shpusi, dhe më thënë, nuk e zinë të gjumi, si thuash, pos gjesha të fike shpusi. Kurse pase tërë jetën ka një liber të veçantë për nafta, është ka qimata, jo? Dhe më thënë, tërë vetëm shënimet e tia, edhe fjalimet e tia, ose porosit e tia, për naftën, sepse ishte bindur që Shqipëria ka naftë. Dhe këtu, jo vetëm se që kanë bërë italianët, francezët, anglezët, dhe më thënë që historikisht ato kanë pas Kuqove, tjera, por edhe sovjetikët që erdhen Kastilesi në ndim me specialistët tyre, a edhe sovjetikët është në nasa pëtoj. E din ku janë edhe i mbyllin. Dhe tashti qa po bëhet ja që u bë marrëveshja tashti, ose ka lindur kjo kriza e naftës, edhe dhanë 10 fish që po muret Sali Berisha, 10-13 fish taj ai, që dhanë Amerikanët, Teksasit, se është që janë këto të bushit, Teksasi është, janë manjatët e naftës, që nga edhe më atyre plaka. Kështu që ata dhanë 13 fish këtu, vetëm që të sigurojnë edhe një vend burimi për naftë. Elektrifikimi e merte, ai se kishte zakon të merte dokumentat në shtëpi. Punonte. Pazarken e kishte për punë e tia, të më thënë biseda, lexime tjerë. Ai do merrte planet energjetike si ato, hidrocentralit, skavisës për shumë. Shikonte dhe aspektin politik të gjërave. Si do të përmbytim neve, thoshte gjithë të toka që janë të popullsisë, duhet menduar nga ana sociologjike në anë tjetër. Lidhur me sukseset që të mos vazhdojmë, të mos i marrë me sektor, mjafton të shohim përfundimin në periudhën tonë. Popullsia u rrit 3 herë. Mesatarja e moshës së njeriut vajti 70 e ca vjet nga 50 e ca më poshtë se sa ishte. Edhe mesatarja e rinjistore, popullsisë tonë e 26 vjet. Tregon kjo Mirëqenia me gjithë atë modeste, që unë e pohoj gjithë një, dhe më thënë ka qenë shumë modeste, po fakt është që u kryo një mundësi minimale që duesh, që popullsia u shtua, u burrua, si thuash,